në këtë sfond ku jeton dhe merr frymë aktualisht Bashkimi Evropian. Qysh prej nisjes së punës komisionit, e cila kujtoj se u shoqërua me konfuzion, me mosbesim, me teori konspiracioni, të cilat fatkeqësisht prekën edhe miqt përfaqësues të komunitetit demokratik këtu në Tiranë. Është shumë interesant se si Tirana, Shqipëria ka kapacitetin të infektoj miqt që vinë nga vende shumë më të ftohta me atë sharmin edhe me shijen e tashathemeve. Dhe kjo bëri që komisioni të hyjë në një fazë ku nga një anë ne besonim shumë dhe sot është e qartë besoj në dobinë e tij, eksaktësisht në funksion të një fjale që Valentina e përmendi në adresimin e saj, që është fjala konsolidim. Konsolidim i të gjithë këtij procesi dhe i gjithë këtij progresit bërë në funksion të antikorrupsionit dhe të sundimit të ligjit. Përmes mbi të gjitha mirëqeverisjes në tërësi. Dhe qysh prej 27 majit, kur komisioni ka nisur punën, ne sot jemi në një nivel tjetër, kemi hapur zyrtarisht 2 grup kapituj të negociatave, kemi ambicien të hapim të tjerë në vijim dhe jemi pozicionuar më mirë se asnjëherë në të gjitha renditjet europiane në fushën e mirëqeverisjes dhe të antikorrupsionit. U përbënd këtu nga zëvendës sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës apo nga Valentina vlerësimi i Grekos për parandalimin e korrupsionit, vlerësim që na ngjiti 18 vende në indeksin e perceptimit të korrupsionit në Transparency International, vlerësim që nga ana tjetër u bë edhe nga Sigma, që na vendosi qartësisht si një vend lider në rajon për administrimin e financave publike, për prokurimin publik, për menaxhimin e burimeve njerëzore, koordinimin e politikave, vlerësim që u bë nga Bertelmans.